Në kohën kur Muhammed Aliu ishte bërë sunduesi i Egjiptit, në Arabinë e sotme, që në atë botë ishte pjesë e kalifatit Osman, familja e Saudëve, inspiruar nga mësimet e dietarit arab Muhammed ibn Abdul Wahhabit, i cili kërkonte reformimin e fesë islame dhe kthimin në traditën e sahabëve të hershëm të islamit, kishte nisur të krijojë shtetin saudit, sipas traditës selefiste. Megjithatë, krijimi i këtij shteti nënkuptonte coptimin e kalifatit Osman, i cili trashëgohej nga dera Osmanëve, që nga viti 1517, kur Sultan Selimi i parë kishte marrë pushtetin shpirtëror të kalifatit nga kalifi Abasid i Kairos. Edhe pse mësimet fetare saudite kërkonin pastrimin e fesë nga risit dhe kthimin në islamin e pastër të kohës së profetit, ndalimi i haxhinëve nga kryerja e haxhit dhe për më tepër forma militante e shtetit të parë saudit përbënte një kërcënim për shtetin islam të kohës dhe autoritetin e kalifit sultan në Stamboll. Duke konsideruar rebelimin saudit kundër normave të sheriatit, Shehul Islami dhe Shehët e Azharit nësorën fetva që shteti saudit të vihet nën kontroll dhe forma e dhunshme e luftës së tyre të ndalohej. Për këtë arsye, Muhammed Aliu do të dërgonte djalin e tij, Tosun Pashën, në qytetet e shenjta për t'ia kthyer ato fisit të Kurejshëve dhe kujdestarit të tyre, sultanit, dhe për larguar nga to pushtuesit e Nejdit. Fushatat e bijve të Muhammed Aliut do të përfundonin me sukses kur në vitin 1818 forcat shqiptaro-egjiptiane pushtuan kryeqytetin saudit, Darian, dhe burgosën Abdullah ibn Saudin. Pas kësaj, Ibrahim Pasha pushtoi edhe pjesët e tjera të Nejdit dhe Hijazit, ndërsa Abdullah ibn Saudi, që ishte kapur i gjallë, do të dërgohej në Stamboll pranë sultanit. Edhe pse Ibrahim Pasha dhe Muhammed Aliu do të kërkonin faljen e tij, sultani do të dënonte me vdekje Abdullahin në sheshin e Gylhanes në Stamboll. Pas nështrimit të sauditëve, Muhammed Aliu vazhdoi të fuste në sundimin e tij nga vitet 1820 deri më 1822 edhe provincat afrikane të Nubis, Sanarit dhe Kordofanit, që pas kësaj do të njihen si Sudan. Për të nështruar ato, ai dërgoi një ekspeditë ushtarake prej 4000 vetësh në vitin 1820, që komandoi nga djali i dytë i Pashait, Ismail Pasha, e cila në vitin 1823 themeloi realizimin e provincës së Sudanit dhe shpalli Khartumin kryeqendër të vendit. Në kohën kur Muhammed Aliu kishte nënshtruar Sudanin dhe Arabinë Saudite, në Ballkan me ndihmën e fuqive perëndimore, grekët po nisnin rebelimin e tyre. Ky rebelim do të gjente momentin më të mirë të shpërthimit me rastin e vrasjes së Ali Pash Tepelenës në jug të Shqipërisë nga Osmanët. Vakumi ushtarak, politik dhe shpirtëror që do të krijojë pas vrasjes së Ali Pash Tepelenës, do të çlironte grekët nga pushteti i shqiptarëve dhe do të zgjonte mes tyre ndjenjën e pavarësisë. Duke qenë se perandoria osmane atë botë nuk kishte burimet e duhura njerëzore për të shtypur rebelimin grek, dhe ky i fundit nisi pastrime të egra etnike kundër muslimanëve, Sultan Mahmudi i dytë do të kërkonte ndihmën e Muhammed Aliut për të shtypur rebelimin. Valiu i Egjiptit, që në kohë posedonte ushtrinë moderne të Nizami Xhedidit, do t'i premtoi dhënien në administrim e Kretës, Qipros dhe Mores në rast fitoreje. Megjithatë, grekët nuk ishin të vetëm në këtë luftë. Për krah tyre qëndronin fuqitë perëndimore, të cilat armatosën dhe ndihmonin ushtrinë rebele greke drejt një qëllimi të vetëm, krijimin e një shteti grek dhe spastrimin etnik të muslimanëve nga pjesa europiane e perandorisë. Pas rebelimit grek, qëndronte edhe klika e fanariotëve të Stambollit, të cilët gëzonin një pushtet të konsiderueshëm politik dhe financiar në perandori. Për më tepër, konflikti ndërmjet Ali Pashës së Janinës dhe sultanit i kishte shërbyer organizatës terroriste greke, Filiki Hetairia, apo shoqata e miqve, të organizoj vetveten në gjithë perandorinë dhe nëpërmjet Aleksandër Ypsilantit, që ishte gjithashtu fanariot, të nisë revoltin e saj në More, në mars të vitit 1821, në kohën kur osmanët mbanin të rrethuar Ali Pash Tepelenën. Revoltës greke brenda një kohë të shkurtër do t'i bashkojë shumica e ishujve të Egjeut dhe lëvizja do të shtrihej deri në gjirin e Korintit. Organizatat klefte apo bandat e hajdutëve do t'ishin forcat kryesore dhe rebelimit grek. Duke përdorur terror dhe grabitje, Morea, Athina, Teba dhe Misolongjia do të merreshin në kontroll nga rebelët grek në verën e vitit 1822, të cilët masakronin shqiptarët dhe turqit musliman kudo që i gjenin.
rebelimi grek arriti kulmin e tij në dhjetor të vitit 1822, kur në More, grekët deklaruan pavarësinë e Greqisë dhe zgjodhen një rebel fanariot, Aleksandër Mavrokordatos, si presidentin e tyre. Në këto kushte, kur forcat jeniqere të Sultan Mahmudit II ishin treguar të paafta për të shtypur ekstremistët, sultani do të kërkonte ndihmën e guvernatorit të tij në Egjipt, i cili sapo kishte fituar mbi sauditët. Muhammed Aliu ishte interesuar të ndërhyjë në Greqi jo vetëm për sultanin, por edhe për të shpëtuar shqiptarët dhe muslimanët në përgjithësi. Për këtë arsye, ai dërgoi në shkurt të vitit 1825 djalin e tij, Ibrahim Pashën, me një forcë prej 17.000 vetësh në Kret dhe më pas në More. Sulmet e ushtrisë shqiptaro-egjiptiane do t'i mundnin dhe mposhtin lehtë grekët. Rendi do të vendosej në Greqi me çlirimin e Misologjis më 23 prill 1826, ku shumica e kleftëve grek do shpërndaheshin dhe vendi do t'i kthejë paqja sërish. Sultan Mahmudi II ka qenë një nga sultanët më të paaftë të perandorisë osmane, reformat e cilit do të shkaktonin shumë pakënaqësi mes muslimanëve të perandorisë. Për këtë arsye, ai shpesh edhe do të njihej si Kaur Sultani nga forcat konservatore të perandorisë dhe nga ulemat, pasi reformat e tij krijuan vetëm kaos dhe shkatrim. Kështu, vrasja që ai orkestroi kundër Ali Pash Tepelenës me nxitjen e Husrev Pashës, që kishte inate personale me shqiptarët që nga Egjipti, jo vetëm që nuk e forcoi perandorin, por i dha shkaz krijimit të një vakumi politik në Rumeli, që çoi në krijimin e shtetit grek. Si pasojë e gabimeve të tij, në vitin 1830, fuqitë e mëdha detyruan të pranojë pavarësinë e Greqisë, dhe 2 vite më vonë i morën ishujt Samos dhe Cyklade. Në 5 korrik 1830, francezët do të pushtonin Algjerin, dhe më 29 gusht, Mahmuti II do të njihte autonominë e shtetit serb me në krye Miloš Obrenovicin. Në këtë skenë kaosi që perandoria po kalonte, ku sultani në vitin 1826 kishte shkatruar edhe trupën e jeniqerëve dhe perandoria kishte mbetur pa ushtri, atë mund ta shpëtonte vetëm një njeri, Valiu shqiptar i Egjiptit. Pas luftës në Greqi, Muhammed Ali Pasha kishte kërkuar nga sultani të administrojë Sirin, ku fshiheshin ende shumë armiq të tij. Megjithatë, sultani e kishte refuzuar këtë. Duke parë që sultani kishte nisur që në vend se të merrej me ruajtjen e perandorisë, të vriste pashallarët e tij gjithandej, Muhammed Aliu i dha mbështetje mikut të tij në Shkodër, Mustafa Bushatit, dhe Kapudan Hussein Gradashevicit në Bosnje, kur të fundit u rebeluan kundër reformave të Mahmutit II. Sultani që ja kishte frikën Valiut të tij të fuqishëm, urdhëroi guvernatorin e Sirisë të përgatitet për të sulmuar, por Muhammed Aliu e mësoi këtë në kohë dhe vendosi të aneksojë Sirinë paraprakisht, ku edhe fshiheshin rreth 6.000 fellahin që kishin dezertuar nga ushtria gjatë luftës. Për të pushtuar Sirinë, ai dërgoi të birin, Ibrahim Pashën, i cili duke komanduar një armatë detarotoksore, brenda një kohë rekord do të pushtonte Gazën, Xhafën, Jerusalemin dhe Haifën, dhe më pas Akren pas një rrethimi 8 mujor në vitin 1832. Me ndihmën e emirit të Libanit, Bashir al-Shihabi, pjesa e mbetur e Sirisë, Sidoni, Beiruti, Tripoli dhe më në fund Damasku, do të kalonin në duart e Ibrahimit më 18 korrik të vitit 1832. I trembur nga sukseset e Muhammed Aliut, sultani deklaroi luftë të hapur kundër tij dhe të bijve të tij në mars të vitit 1832, ndërsa caktoi Aga Huseinin, guvernatorin e Edirnes, për të drejtuar fushatën ushtarake. Por kur trupat osmane hyrën në Siri, në krah të shqiptarëve u quan të gjithë arabët, nga të cilët ushtria osmane do të thyhej në Homs dhe Belen. Megjithatë, Mahmudi II dërgoi një ushtri të dytë kundër Ibrahim Pashës me kryevezirin Reshid Mohammed Pasha. Por edhe kësaj radhe, apo më saktë më 21 dhjetor 1832, Ibrahimi do t'i thyente osmanët në dyert e Konjës dhe vazhdoi avancimin drejt Stambollit. Të tronditur se mos perandoria osmane kalonte në duart e pashajt shqiptar, Car Nikola do dërgonte më 27 dhjetor një mision ushtarak në Stambol, i cili bindi sultanin të pranojë ardhen e trupave ruse në ndihmë të tij. Sultani do të jepte leje flotës ruse të hyjë nëpërmjet detit të Zi për të ndihmuar në mbrojtjen e Stambollit. Rusët arritën në Bosfor më 20 shkurt dhe vendosën tendat e tyre përgjatë Bosforit, në Hünkar Iskelesi. Ky fakt
shkaktoi një rebelim dhe indinjat të thellë mes ulemave të perandorisë, të cilët nuk mund ta pranonin që një ushtri ortodokse të mbronte një vend musliman nga një ushtri muslimane. Muhamet Aliu, që e kuptoi panikun e sultanit, për të qetësuar, i ofroi paqe dhe i kërkoi në shkëmbim marrjen në kontroll të Sirisë edhe Cilicisë. Sultan Mahmudi u detyrua të pranojë të gjitha kërkesat. Në negociatat që u zhvilluan në Kytahya më 29 mars 1833, Mustafa Reshid Efendiu, që përfaqësonte sultanin, i tha të drejtë Ibrahim Pashës të jetë guvernatori i Damaskut dhe Alepos dhe Muhasël i Adanaz, ndërsa Muhamet Aliu konfirmua guvernatori i Egjiptit dhe Kretës. Ibrahimi u emërua gjithashtu guvernatori i Xhides, duke i mundësuar në këtë mënyrë familjes shqiptare kontrollin mbi pjesën më të madhe të botës arabe. Në këtë mënyrë, Muhamet Ali Pasha, shqiptari nga zëmblaku i Korçës, do të bëhej sundues i Sirisë, Egjiptit, Hijazit në Arabi, Sudanit dhe Kretës.